Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet në vend teksa protesta vijon të jetë masive kundrejt kryeministrit Edi Rama, po çfarë pritet të sjellë kjo protestë? A do të çojë ajo në dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama apo do të shuhet ashtu siç ka ndodhur më parë me protestat caktuara, përmendim atë të studentëve të vitit 2019. Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera të aktualitetit politik në vend, ne kemi të ftuar avokat Gulsen Zhlimën. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, në optikën tuaj si avokat, por edhe si qytetar i këtij vendi, si e keni lexuar protestën deri më sot kundrejt kryeministrit Edi Rama, ndaj të cilit kërkohet edhe dorëheqja? Precedenti u realizua, qytetarët dolën dhe reaguan kundrejt kësaj të keqeverisje disa vjeçare. Sigurisht që kjo protestë është mesazh i qartë kundrejt zotit Rama fillimisht dhe pastaj kundrejt edhe zotit Berisha, por sigurisht që protesta gjithmonë faturohet kundrejt keqeverisjes. Do të kemi parasysh që ata të cilët kanë vlerësuar qytetarët shqiptar, do të kemi parasysh për ata të cilët kanë injoruar qytetarët shqiptar, do të kemi parasysh të gjithë si shoqëri që më në fund mesazhi nga kjo protestë është i qartë, jo vetëm tek klasa politike, por edhe tek drejtësia aktuale, sepse pikërisht kjo protestë pothuajse shtrëngoi ripat, por edhe litarët e atyre të cilët janë dhe po qeverisin vendin. Përsa i përket fjalisë litar dhe ripa, secili prej jush mund të mendoj vetë kush është për kë litari dhe kush është për kë rripi që është shtrënguar. Por e vërteta është që ne duhet kemi parasysh që pas gjithë kësaj kohë që kemi folur dhe kemi thënë këtu pikërisht tek portali juaj lidhur me reagimin qytetar, lidhur me zarfi është në zyrë, po ti zgjedh vetë se si do të menaxhosh një krizë të tillë, erdhi momenti dhe e pasqyruam gjithë kësaj kohë duke analizuar vazhdimisht që populli ynë do të reagojë, populli ynë do të flasin për të vërtetën që i kanoset këtu edhe shumë vite pa drejtësisë dhe asaj që ne themi të arrogancës së një personi i cili quhet aktualisht kryeministër, por ka vepruar gjithmonë me arrogancë kundrejt çdo qytetari shqiptar. Si e shikoni këtë protestë, sa efektive mund të jetë ajo kundrejt kryeministrit Edi Rama? A mund ta çojë ajo drejt dorëheqjes apo Edi Rama do të manovrojë dhe do të gjejë ato zgjidhjet e tij makiaveliste ashtu siç ka bërë dhe herët e kaluara? Zoti Rama duhet të ketë sysh diçka realist, ka përdorur vazhdimisht metoda të ndryshme. Vërteta është që ka dhe zoti Rama përdori ta fyese ndaj atyre të cilët janë pjesë e protestës, duke i pozicionuar ata sikur janë spiun, janë hajvana, janë fashista, janë grek, janë rus, janë serb, janë të gjithë atyre pothuajse parrullaç që dikur vendoste Partia e Punës. Sot kemi në rastin tonë për protestën e qytetarëve të lirë, të cilët janë të pavarur, të paanshëm në aspektin e asaj që përfaqësojnë, pra përfaqësojnë problemet e tyre, përfaqësojnë interesat e tyre, përfaqësojnë ideologjinë e tyre, pse jo, po përfaqësojnë fund të fare çdo qytetar i cili është i pafuqishëm të reagojë, po nëpërmjet tyre ata shprehin edhe atë i cili është i pafuqishëm. Dhe prandaj them që protesta nuk ka kuptim a do mbaroj, apo do të shuhet, apo do të përfitoj zoti Rama. E rëndësishme e kësaj proteste është që ata të cilët flasin në këtë protestë pasqyrojnë çfarë? Problemet e kësaj shoqërie dhe vazhdojnë të flasin për problemet e kësaj shoqërie të cilët nuk kanë një rrugëzidhje. Protesta nuk do të shuhet sepse kjo protestë do të vazhdojë dhe besoj që në protestat e ardhshme, të cilat mund të jetë në muajin korrik, mund të jetë në muajin shtator, në muajin tetor, do jenë protestat më të mëdha se sa këto protesta fillestare. Prandaj, sa më shumë zoti Rama tenton të shuaj ose të manovrojë me provokime ndaj kësaj proteste,
të keni të sigurt që rritet urrëtia popullore dhe sigurisht që brenda Partisë Socialiste ka vajtur mesazhi i qartë që mjaft më me Edi Ramën sepse mjaft të shkatruar partinë tuaj që besoni. Prandaj ata të cilët mendojnë se kjo protestë do të shuhet e kanë gabim se pikrisht asnjëherë protesta kundrejt keqeverisjet nuk shuhet. Për ata të cilët flasin për numra, për ata të cilët flasin për përfaqësues, e bëjnë qëllimisht sepse i shërbejnë Edi Ramës, por e vërteta është që protesta kërkon numra, kërkon përfaqësim, por nuk është momenti sepse tek numrat flasin vetë çdo qytetar që është revoltuar nga abuzimi, nga korrupsioni dhe nga aleanca e zotit Rama me ata që ne themi vazhdimisht me pushtetin e tij oligarki që ka ndërtuar ashtu siç është faktuar her pas here. Prandaj, përfaqësimi që ajo kërkohet nga analistë të ndryshëm është qëllimisht që zoti Rama të tentojë dhe të kapë ata ashtu siç bëri me rastin e studentëve që tentoi bëri luftën më të madhe për të shuajtur protestën e tyre, por hallet e problemeve të studentëve qëndruan dhe unë jam i bindur që në një moment të caktuar jo vetëm kjo protestë, por edhe protestat të tjera do të jenë proteste që do të godasin çdo kryeministër. A është zoti Rama sot apo jo? A ka efekt kjo protestë për të mbajtur apo të ikur zoti Rama? Kjo nuk ka rëndësi, por rëndësishme është që kjo protestë dha mesazh, nuk pyesim për përfaqësues, nuk pyesim për numra, por pyesim për problemet tona të cilat duhet t'i japim një rrugëzidhje konkrete. Si vlerësoni lëvizjet brenda Partisë Socialiste ku një prej deputetëve të kësaj force politike, Mariana Koçeku, është larguar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe ka deklaruar më pas se nuk pranon ta dorëzojë mandatin e deputetes që ka dalë nga kjo sigël e Partisë Socialiste. Në këtë rast, kjo është një lëvizje nga vetë Edi Rama për të krijuar apo shpërqendruar opinionin publik dhe konkretisht protestën, apo kemi të bëjmë vërtet me një vendimarrje të sinqert nga ana e deputetes Koçeku? Shiko, timi realist, manualet sekrete të Partisë Punës vazhdojnë dhe artikulojnë vazhdimisht dhe sigurisht që ky veprim për të parë nga pikpamja jashtme është për të përgëzuar dhe inkurajuar edhe deputetët e tjerë të Partisë Socialiste, të Partisë Punës për të guxuar të bërë një veprim të tillë për interesin e qytetarëve shqiptar, por edhe pikrisht të elektoratit të tyre, sepse në rast se ata mendojnë që përfaqësojnë elektorat të majt, pra të Partisë Punës që vjen dhe ka probleme, ka halle, ka shqetësime dhe kjo keqeverisje nuk i ka dhënë atë që duhet t'i japi shërbimin e dur, sigurisht që mesazhi i kësaj deputeti që hoqi dorë nga grupi parlamentar nuk kupton qartësi që diçka mirë nuk po shkon brenda Partisë Socialiste. Nuk mendoj se zoti Rama do të bënte një veprim të tillë në Partinë Socialiste në momentin kur ai kërkon të ketë kontroll absolut. Sigurisht që dikush mund të thotë që po mund të ketë ndodhur sepse zoti Rama në këto manuale gjithmonë ka përdorur. Jemi në një situatë ku nuk mund të bëjmë një panoramë apo një qasë ose një kontroll apo një hetim apo një verifikim të qartë sepse nuk na dalin mirë shifrat. Ajo që është e vërteta është që pati një deklarim, pra dorëheqja quhet deklarim politik nga grupi parlamentar, pra nuk pati heqja dorë nga mandati. Edhe sikur të kishim një heqje dorë nga mandati, përsëri nuk trazonte ujërat brenda Partisë Socialiste, sepse zoti Rama ka 83 mandate, minus zonjën në fjalë, plus edhe Tom Doshi, pra zoti Rama nuk ka ndonjë problem pothuajse për të qeverisur. Por ajo çfarë nuk kupton heqja dorë nga grupi parlamentar të zonjës së fjalë është e vërtetë që këtu kemi të bëjmë me një vendimarrje individuale e cila mund të jetë porositur në mënyra të ndryshme brenda gjithmonë manualis të Partisë Punës që ne thamë përpara, por për atë në pikpamja e jashtme ne duhet ta përgëzojmë dhe të inkurajojmë edhe deputetë të tjerë të cilët të marrin një vendimarrje të tillë. Për shembull, rasti i zonjës Piropali është pozitive, por në rast se ju do ta shikoni, kanë filluar disa portale dhe disa media të shfaqin pasurinë e bashkëshortë të saj, pra si një mesazh frenimi që ajo mos të bëjë një veprim të tillë si bëri zonja Neomalsoria mos gaboj. Tani,
Ne duhet jemi realist dhe themi që në Shqipëri nuk është parë që një deputet të heqë dorë kaq shumë kollaj dhe letë nga grup parlamentar, sepse nuk e kemi në kulturën tonë politike këtë mënyrë që një deputet të heqë dorë nga grup parlamentar. Në vendet perëndimore gjithmonë ndodh kjo, që deputeti i tregon kryetarit që erdhi momenti të më dëgjosh. Në Shqipëri po ndodh për të parë, por më lejo të them, siç kemi folur vazhdimisht këtu, e mbaj mend edhe për heqjen e Nongradës së Berishës dhe shumë fakte të tjera, edhe për rastin e zonjës Balluku që do të zotit Velie dhe gjitha këto, pra kemi dalë në realitet aty ku duhet, në të vërtetën që ne kemi thënë vazhdimisht. Unë mendoj se pas kësaj proteste, pas kësaj të heqje dorë nga grupi parlamentar socialist, mendoj që në të ardhmen do të kemi ngjarje shumë të rënda, po të panjohura për opinionin publik shqiptar në aspektin politik. Sigurisht që do kemi një qasje tjetër të prezencës së faktorëve politik, por mesazhi i zonjës në fjalë në kupton qartësi që kryetarët e partive duhet të kuptojnë që është momenti të bëjnë një reflektim. Në rast se nuk bëjnë reflektim, sigurisht që ata do të përplasen jo me atë që ne themi me drejtësinë, po do të përplasen me murin që vetë ka ndërtuar përpara tyre. Ndërkohë, ditën e sotme, Mariana Koçeku ka bërë një denoncim në rrjetet e saj sociale ku shkruan se ky mesazh i drejtohet bajrave të Shkodrës, nëse familjes teme i preket qoftë edhe një qime e floku, unë s'kam e lan pa ju shkatrue sa të kem jetën. Çfarë do të thotë ky mesazh? Në këtë rast është kërcënuar Koçeku apo ka në adresim tjetër? Shiko, unë mendoj se pas kësaj të fshihet patjetër zoti Rama në kuptimin politik të fjalës, sepse ka qenë ai i cili ka patur pothuajse përgjegjësitë politike që e ka emëruar zonën në fjalë, se nuk e ka zgjedhur, mos gaboj duhet të jetë në listat e mbyllura, por nuk ka rëndësi, a është zoti Rama apo jo, në vend parë të listës për qarkun e Shkodrës. Po, e rëndësishme e kësaj gjëje është që të themi që pikërisht ka filluar përplasja e brendshme në Partinë Socialiste, ka filluar përplasja e brendshme në atë që themi në pazare apo në influenca të ndryshme të cilat për mendimin tim kanë të bëjnë vetëm me atë që ne kemi thënë vazhdimisht, përplasja pushtetesh, pra atë që kam thënë tek ju kur të përplaset pushteti gjyqësor, pushteti legislativ, pushteti ekonomik dhe pushteti ekzekutiv me njëri tjetrin dhe në fund fare do të dali pasqyra e vërtetë e situatës që ndodhemi, sigurisht që ka filluar edhe një përplasje brendshme interesash brenda Partisë Socialiste. Duhet kemi parasysh që Partia Socialiste është një ndër manualet të cilat ka krijuar gjithmonë përçarjen, bashkimin, por e vërteta është që te kjo përçarje unë nuk kupton që zoti Rama dhe influencat të tjera që kanë ose interesat të tjera brenda qarkut të Shkodër duan të ndalojnë ndonjë problem të mëtejshme të dakordsive ose të pakteve që ka bërë para 11 majit me grupe të ndryshme interesi. Po pse jo dhe a tregon ky mesazh se grupet kriminale janë ato të cilat kanë mbledhur votat për interes Partisë Socialiste dhe Edi Ramës? Në indicie të parë, po, sepse ti nuk po thua një kërcënim ose më mirë një debat politik, edhe sikur të jetë brenda kuadrit politik, ti po saktëson ose më mirë po i drejtohesh një grupi të caktuar të cilën ti nuk e ke kundërshtar në aspektin politik. Pra ti mund ta kishe edhe aleat në aspektin politik për të mbledhur vota në 11 maj. Pra do të thotë që ti diçka din, për të ty diçka është thënë, të ty diçka është parapërgatitur, të ty është diçka që është bërë si marrëveshje që ti përsëris si deputete të kuptosh çfarë ndodh në qarkun tënd, dhe pse jo ti mos të bësh një pjesë të një loje të bukur që të shfaqësh viktimizimin. Por viktimizimin personi nuk e shfaq dot duke u kërcënuar nga ata të cilët pala tjetër kundërshtar të ka akuzuar sikur je në bashkëpunim me bandat kriminale. Pra, duhet ta lexojmë këtë mesazh shumë ndryshe dhe unë mendoj se ka arritur ose po vjen momenti që edhe në qarkun e Shkodrës të përsëriten kanunet, sepse
fjalia e saj ka qenë kanonore dhe nuk ka qenë ligjore. Debati kemi të bëjmë me një deputete e Parlamentit të Shqipërisë që pavarësisht se është deputete, përsëri me kanune do të merret. Prandaj uroj që kjo të jetë pothuajse një veprim pothuajse emocional, po në vetvete ky veprim ka të bëjë me diktimin ose treguesin i qartë që unë kërcenoj këta, po e di kush fshihet pas tyre. Dhe ajo e di shumë mirë dhe kush fshihet pas mesazhit që ajo ka drejtuar, se nuk e ka çuar mesazhin aty ku duhet, po ka çuar thjesht mesazhin tek të tjerë të cilët nuk janë pjesë të asaj të atij grupimi që akuzohet. Mos ndoshta pronarët e vërtet të mandatit deputetes janë duke kërkuar llogari tashmë. Patjetër, pse nuk e besoni ju këtë gjë, sepse për shembull zonja Sara Mile për shembull ka fituar në gjithë burgjet e Shqipërisë. Unë jam avokat dhe në rast se kandidoj, dyshoj po do të votojnë 10 apo 20 veta që janë për burgje. Maksimumi do të jetë 20 veta, maksimumi. Minimumi do të jetë 1. Mirë. Dhe tani ti s'të njeh populli, nuk e vajtur në përburgje, nuk e takuar njerëz, dhe ti si deputet ke marrë kaq shumë vota, është shumë e çuditshme. Dhe sigurisht as zonja Mile, as zonja në fjalë, Neomalsoria si e ka mbi emër, se pas ka 2 emra, ose pas ka epitet. Ato e ka Nofk. Që ka vendosur e kupton tani, edhe pastaj flasin kundër bandave. Unë e di që banditët mbajnë Nofka, s'mbajnë deputetë, por gjithsesi. Nëse ajo është etiketim në kuadrin e Malsores së re, e cila sjell një frym të re. E di perfektamente, po. E vërteta është që duhet të themi disa gjëra të vërteta tani. Është përplasur, janë përplasur grupe brenda interesi. Unë nuk mund të citoj a janë grupe kriminale apo jo, janë grupe interesi që sigurisht edhe Neomalsoria, edhe Neo Elbasandia e di shumë mirë se si kanë marrë votat e tyre dhe se sa kanë shkëlqyer para se të merreshin vota. Dihet shumë mirë që ata kanë qenë të panjohur në aspektin mediatik dhe janë futur në aspekte të ndryshme të cilët ne nuk duhet të përfshiremi vetëm për një arsye, se kur nuk kemi pse të përfshiremi ata të cilët kanë borxhe apo kanë detyrime ndaj të tjerëve të cilët ne s'kemi. Prandaj unë them që edhe Neomalsoria, edhe Neo Elbasandia, si e ka emrin e saj, është shumë e çuditshme pse njëria e drisohet një grupi kriminal ndërsa tjetra ka marrë shumicën e votave nga përburgje. Pra, o është futur prokuroria e pavarur pa anshme dhe ka bërë fushat, se ndryshe unë nuk mund të them ndonjë gjë tjetër. O janë futur një influenca të tjera, po kjo nuk mund ta shikoj unë kur e di shumë mirë që prokuroria e Elbasanit është pjesë e Partisë Socialiste. Mani meni prokurorin që tha s'ka karta identiteti, ndërkohë ishte e mbushur totalisht gjithë makina me karta identiteti. Pra, shteti, pushteti bashkë me partinë në pushtetin e shtetit. Prandaj mesazhet e saj janë qartë që din ku adresohen dhe pse jo, të jemi realist që ata që kanë punuar dhe aty do t'japin llogari, edhe ta kuptojnë qytetarët shqiptar që këta të rinj imagjinon çfarë po bëjnë. Imagjinon çfarë pret nga një parti ose nga një parti e cila është provuar në shumë fakte që punon për të tjerë dhe jo për ty që ti i voton. Prandaj ne themi që duhet një qasje një të re, qytetarët të kuptojnë që duhet të kesh përfaqësuesin tënd në nivelin e dur që të përcjellësh problemet e tua tek ai dhe ai ti përcjelli tek rruga e dur dhe të zyra e dur për të marrë atë që duhet shërbimin. Avokat Eliza Spiropali ka mbështetur këtë protest, po nga ana tjetër pse nuk e ka shfrytzuar këtë lloj hapësire, këtë lloj mundësie për të goditur Edi Ramën? Apo është aq e kapur sa vetë Edi Rama dhe në këtë rast nuk lëviz dot? Shiko, të jemi realist, ke zonjën Spiropalin, ke zotin Balla, ke zonjën Balluku, ke zotin Rama. Dhe jashtë fare është zoti Velieri. Tani ke 4 pothuajse individ, të cilët po synojnë që të marrin në drejtim ose të bashkëpunojnë
me zotin Rama për të ardhmen e Partisë Socialiste. Por e ardhmja e Partisë Socialiste nuk negociohet dhe nuk bashkëpunohet me zotin Rama, sepse zoti Rama e ka kapitalizuar për veten e tij që ai është Partia Socialiste e shëndetshme dhe Partia Socialiste pa të nuk shkon më asnjë. Unë do t'i them socialistëve që Partia Socialiste pa Edi Ramën mund të i zetfishojë votat. Pse e them këtë gjë? Sepse zoti Rama është një e keqe brenda Partisë Socialiste. Sepse socialistët nesër duhet të justifikojnë pse heshtën përfshi Spiro Pali, Veliaj, Balluku, neomalsorja dhe më neomalsorët e tjerë, të cilët nuk kanë folur për gabimet fatale që zoti Rama ka bërë në kurrizë të Partisë Socialiste. Pra, 2013 rilindja, dështoi, 2017 zoti Rama u detyruar të rikthej flamurin e Partisë Socialiste sepse e kishte harruar. Dhe duke marrë në qafë nga 2017 deri më sot flamurin e Partisë Socialiste, ka marrë njerëzit më të këqij, të cilët duan t'i bëjnë dëmin dhe keqes Partisë Socialiste. Dhe në një moment të caktuar vjen zonja Spiro Pali dhe thotë që jam dakord me protestën, duhet një marrëveshje e re, por nga ana tjetër ne duhet të kuptojmë që zonja Spiro Pali nuk është një person i besuar. Pse nuk është i besuar? Sepse zonja Spiro Pali është person i pozicionuar që të marrë disa pozicione drejtuese në shtet, është karkuar nga zoti Rama dhe si një hatërmbetje të asaj që pati ndaj emrit të saj, ajo nuk ka më kapitali njerëzor besueshmërie që të flas kundër zotit Rama, se dikush mund të thotë tani po flet kundër Ramës sepse nga ministre të bëri deputete, pra nga kryetari i kuvendit të bëri ministre, nga kështu me radhë të ti doli një thjesht një deputete. Pra, nuk ka besueshmëri që të ketë një impakt, por është kërcenues në aspektin numerik të zoti Rama, që po shkojë dhe si ajo e pavarur brenda Partisë Socialiste, besoj se do të jetë shumë veprim i nxituar. Uroj që zonja Spiro Pali mos të bëjë një veprim të tillë, sepse do të ketë pasoja të rënda në kuptimin edhe penal, pra mund të t'i merret familja e panderur, sepse duke ditur që Spaku është mjet i zotit Rama dhe vullnetari më i madh i kësaj për shembull dëshire është zoti Dumani dhe të tjerë 19 prokuror të Spaku që ata shohin drejt për së drejt pranë zotit Rama, pavarësisht se ju mendoni se janë amerikanë, europianë dhe kështu, të janë mashtrimet e radhës që kemi parë her pas here që ndodh, por e vërteta është që zonja Spiro Pali për mendimin tim duhet të qëndrojë në Partinë Socialiste, duhet të bëjë punën e saj në korridore dhe në kanale komunikime brenda llojit për të marrë gjithmonë mbështetjen jo publike, por atë që themi poshtë tavolinës, që zoti Rama në një moment të caktuar të goditet nga një grup deputetësh për bërë pothuajse në 17 ose 20 deputet. Sepse u mendoj se 20 deputet që do të jenë pakic, por në kuptimin parlamentar do të jenë ata që dorëzojnë zotin Rama, mundet zonja Spiro Pali të dalë dhe të bëhet një lideri përfaqësues të tyre dhe të rrëzojë zotin Rama nga Partia Socialiste fillimisht. Advokat, të rikthehemi sërish te deputetja Mariana Koçeku. Në këtë rast, pas këtij denoncimi, a do duhej që presidenti i vendit të mblidhte Këshillin e Sigurisë Kombëtare, deputetës të vendoseshin truproja për të siguruar vetë sigurinë e saj, dhe nga ana tjetër, a do duhet vepronte Spaku në këtë rast? Pyetja juaj më lejon të them që harxojmë kohë për një gjë që nuk ekziston. Presidenti i Republikës nuk ekziston. Presidenti i Republikës është pothuajse karafil, apo më fal, Partia Socialiste çfarë flamuri ka, trëndafil apo karafil, se ngatroj? Pra, trëndafil. Trëndafil, pra është një trëndafil brenda Partisë Socialiste, ta ishim karafil se duket pak keq. Është një trëndafil brenda Partisë Socialiste. Ose është një nga petalet e trëndafil. Një nga petalet. Pra, çfarë po përmend tani presidenti që ku presidenta është një person që bën xhiro dhe mbush një karrike thjesht për të quajtur president. Përsa i përket ndihmës së asaj nga ana e Spakut, ju thjesht do shikoni vetëm një gjë që unë ja sjell si shembull.
E patë rastin që zoti Rama doli për të shpëtuar dhe zoti Dumani mori aksion edhe shkriu lekët e atyre investitorëve të huaj. Ky ishte një gabim fatal që bëri. Pse? Se i tregon investitorëve të huaj që këtu në këtë vend vetëm me një urdhër kryeministri bëhet nami, jo më shteti ligjor. Pra është mashtrim kjo për investitorët të huaj, të cilët duan të vinë në Shqipëri, mos të vinë asnjë ditë, mos të vinë, sepse këtu kur qeverisit vend me një urdhër mediatik, pra konferencë dhe zoti Dumani mori një iniciativë të tillë, ju imagjinoni se si do të jetë rasti duke mbrojtur zonjën në fjalë për sa i përket sigurisë së saj nga bandat kriminale. Zoti Dumani mund t'i thotë asaj që shiko, bëj një kallëzim penal dhe ne do ta shikojmë. Shpallin mos kompetencën, ja çojmë prokurorisë zakonshme. Po fal tani, a ndodhi rasti në Rinas, pse u ngrit një prokuror, në herë prokurorit posaçëm të ja bëj një hetim? Ajo është harruar fare si ngjarje në fakt. Mos përmend prokurorët e Spakut si ata që do shpëtojnë Shqipërinë. Ata kanë për detyrë të shpëtojnë sipas manualit 1976, edhe para, po edhe pas vetëm Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, sepse ata japin llogari tek Partia Socialiste, familjen e tyre e kanë në punë në shtet. Pra, nuk do të bëj asnjëri për tyre asnjë punë në interes kombëtar, sepse ata janë vasalët apo janë servilat apo janë të gjunizuar përpara Partisë Socialiste. Prandaj ju them, mos u deni nga kjo ide. Jam i bindur që do deni nga kjo ide, sepse ata takojnë europian ndërkombëtar dhe fare do i ngeci reforma afrikane, por e vërteta është që e gjithë kjo situatë që ju po shikoni është e qartë që prokurorët e Spakut nuk do t'japin kurse si në tim dhe Spaku do t'jenë gjithmonë edhe është gjithmonë në varësitë e Edi Ramës, sepse në rastin të ishte në pavarësinë e Edi Ramës, Spaku në procedimet penale do të kishte vepruar në kohë dhe jo pas 100 vitesh. Në të njëjtën rrugë, në të njëjtën linjë është edhe kryetari i ri i Spakut, i cili, kujdes tani që këtu është sekreti. Pra, e mori në dhjetor mandatin, janar, shkurt, mars. S'ka bërë asgjë deri tani. Deri tani asgjë. Ju desh protesta. Përveç aksionit fundit. Dhe u zgjua zoti Dumani dhe ai bëri noterin dhe firmosi urdhrat e arrestit apo nuk e di çfarë ka bërë në aspektin administrativ. Prandaj po them që ju e pat shumë mirë, edhe kësaj radhe janë vërtetuar. Edhe sikur nesër të dalë dhe të shkojë të kërkojë autorizimin e Ballukut apo të Ballës Brau, jam i bindur që ju do të shikoni qartazi një prokuror ose kryeprokuror që punon për interesat e Edi Ramës dhe për asgjë tjetër dhe jo për interesat e popullit shqiptar. Po në këtë rast nuk do të duhet ngrihe gjithë shtetin këmbë, sepse bëhet fjalë për denoncim të një deputete që nuk besoj se është duke gënjur. Po ku ka shtet, ma dalësh apo po flet? Po çfarë flasim në atëherë? Po fal, edhe një herë. Ne po i themi popullit që të zgjohemi bashkarisht të gjithë se janë bashkëpërgjegjës, siç janë deputetët socialistë, deputetët demokrat, edhe ne si popull, kundrejt kësaj proteste që po bëhet, të zgjohemi të gjithë që të ndërgjegjësojmë popullin që të rikthehet shteti, dinjiteti i shtetit, dinjiteti i njeriut. Këtë gjë kemi për detyrë, se nga 2013 deri më sot janë shkatruar familje, janë kërcënuar njerëz, nuk ekziston shtet ligjor, nuk ekziston shtet institucional me llogaridhënie dhe transparencë. Dhe këtë gjë kemi për detyrë ne, t'i themi popullit që është momenti të rikthejmë dinjitetin tek shteti që ja ka marrë Partia e Punës. Këtë gjë duhet kuptohet qartë. Nuk jemi këtu të përfaqësojmë as median, por as drejtësinë. Jemi këtu t'i themi edhe medias, edhe drejtësisë në nivelin e dur, pra arrinte pozicionin tënd edhe profesional, që të kuptojmë dhe të mbrojmë institucionet kushtetuese. Këtë kemi për detyrë. Nuk kemi për detyrë ne të themi që as kur do zgjojnë ata nga gjumi. Ne thjesht duhet t'i themi, duhet të jeni në kohë reale, në çdo kohë të ndërgjegjësuar që Shqipëria duhet të ketë institucione të pavarura, të paanshme dhe të lira për sa i përket medias. Në rast se ne themi që këta i kanë shtet, unë po ju them nuk ka shtet. Jetojmë në një autonomi
jetojmë në një veprimtari kaotike, e cila i shërben vetëm në partisë në pushtet. Shumë e thjeshtë, qytetari shikon, po thjesht nuk po reagon në aspektin e rastit të posaçëm, pra rast pas rasti, por ju e shikon në protestë se si flasin njerëzit për hallet e tyre. Pra kjo është pasqyra e dështimit të shtetit, e dështimit të pushtetit, e dështimit të gjithë institucioneve, të gjitha hallkave, dhe ne kemi për detyrë t'i ndërgjegjësojmë dhe ashtu siç kemi bërë vazhdimisht, duke i thënë të vërtetën dhe pikërisht në shesh nuk janë vetëm ata të cilët u revoltuan për Zverdhnecin, po janë edhe ata të cilët na kanë ndjekur vazhdimisht dhe i falenderojmë që i kemi thënë të vërtetën dhe janë ndërgjegjësuar dhe shkojnë në shesh dhe kanë hequr frikën, se kjo është lufta më e madhe. Frika, se ishte instaluar frika në palc dhe këtë gjë rrëzuan djemt dhe vajzë të reja dhe njerëz të cilët kanë dëshirë që Shqipëria të jetë një vend demokratik dhe jo një vend i komunizmit. Avokat, bëhet fjalë se SPAK-u mund të dërgojë sërish në kuvend kërkesën për të hequr imunitetin Belinda Ballukut dhe më pas për të hapur arrestimin ish zëvendës kryeministres. Në këtë rast, a mendoni se Edi Rama mund ta lëshojë Ballukun për të shfryrë në një farë mënyrë protestën, siç mund ta mendojë ai? Së pari duhet të keni parasysh diçka. Në rast se shkon kryeprokurori i ri dhe kërkon përsëri heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, këtu kemi të bëjmë me dy intriga brenda llojit SPAK edhe PS. Intriga e parë është që zoti Braho godet zotin Dumani, sepse pikërisht ai do të shkojë në këtë kohë kur populli është në shesh, të frymëzojë sheshin, ta plotësoj sheshin me kërkesa, të bëj një marketing dhe një reklam të fortë të SPAK-u, që SPAK-u në të vërtet nuk është i kapur nga Edi Rama, shiko mashtrimin, nuk është i kapur, ai do firmosë atë supozojmë kërkesën dhe do shkojë dhe do kërkojë në kuvendin e Shqipërisë. Pra, çfarë bën? Poston vëmendjen nga kryeministria dhe e çon në kuvend të gjithë debatin. Dhe ai e bën këtë duke goditur Duman në një farë mënyre. Nga ana tjetër, Rama është një moment shumë relaksues, sepse thot momenti më i bukur për të zhdukur Belinda Ballukun nga pengesat e mia është pikërisht që unë përsëri ta mbroj në një farë mënyre, por për shkak të popullit në shesh dhe SPAK-ut si kërkues të një masë sigurive dhe ardhja e ambasadorit amerikan që tani do vi, të ngatron të gjithë lojën të qytetarët shqiptarë. Të gjithë qytetarët shqiptarë jam i bindur që të thojnë SPAK do varur i paanshëm, ambasadori i ri do bëj luftë, ajo do ta patjetër do futet në burg, por do të kemi kujdes diçka që asnjëherë nuk e dim ashtu siç duhet të jetë ngjarja, po rrjedha e çdo lajmi dhe çdo ngjarje duhet të jetë pothuajse e përputhur me njëra tjetrën, sepse në rast se ka devijime, sigurisht që e shkëput të gjithë panoramën që duhet të ketë në saktësi e gjithë ngjarjet që ka ndodhur në momentin kur është kërkuar për herë të parë zonja Balluku për të marrë në pyetje, në momentin e dytë pasi është marrë në pyetje është firmosur deklarata e marrjes së pandehur, në momentin e tretë nga marrja e pandehur të bëj kërkesë SPAK-u duke kërkuar nga parlamenti heqjen e imunitetit edhe për autorizim, në momentin e katërt kemi gjykatën kushtetuese, në momentin e pestë kemi refuzimin e zotit Rama ndaj saj që mos të lëshohet, sepse ajo është një deputete, të mbarojë drejtësia deri në fund dhe pastaj të vendoset apo jo fajësia apo pa fajësia e saj, por në momentin e 6 është momenti më i vështirë për zotin Rama dhe për zonjën Balluku që duhet të ndahen njëri me tjetrin përgjithmonë dhe secili të gjejë rrugën e tij. Por te kjo rrugë vjen dikush dhe të bëjë ndërmjetësuesin. Dhe në rast se vjen ambasadori brenda muajit korrik, sigurisht që situata për zotin Rama nuk është mirë. Dhe mendoj, dhe jam i mendimit, që kërkesa do vonohet me sa mendoj unë. Pse do vonohet?
sepse në rast se zoti Brau do shkojë të bëjë një kërkesë në kuvent brenda afatit që ne themi vazhdimisht 3 mujorshit, pra i bjen qershor, korrik, gusht, i bjen shtator duhet të dali vendimarrja. Në rast se zoti Brau do shkojë në fund të muajit qershor, atëre kemi të bëjmë që rasti zonjës Balluku do t'i japi zotit Rama kohë, pra që të rimendoj dhe të rinegocioj mënyrën se si ai do ta përdori dhe kësaj radhe rastin e zonjës Balluku. Por më lejoni t'ju them që në çdo kohë mund të çohet kërkesa, por kjo kërkesë pa një aprovim nga rruga e Elbasanit nuk do të shkojë. Pse them nga rruga e Elbasanit? Sepse pikërisht jemi në rastin kur të gjitha pushtetet po përplasin me njëra tjetrën dhe kam thënë tek ju pushteti legislativ, pushteti gjyqësor, pushteti ekzekutiv dhe sidomos pushteti më i madh në vend që është pushteti ekonomik. Dhe prandaj them që rruga e Elbasanit mund të bëjë në fund fare goditjen më të madhe për të bërë një përplasje më të fortë midis pushtetesh. Avokat, me ardhjen e ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Erik Wendi, i cili ka dhe një përvojë ushtarake më parë, është më i disiplinuar, më serioz në raportet e tij diplomatike, dhe a mendoni se do të sillet në këtë mënyrë në Shqipëri? Dhe nga ana tjetër, me ardhjen e ambasadorit të ri amerikan, a është ky fundi i Edi Ramës në një farë mënyrë i cili po i nxjerr bojën presidentit amerikan Donald Trump me rastin e Zvërnecit, por edhe të ishullit Sazanit, ku është e përfshirë vajza e Trumpit, Ivanka Trump, dhe dhëndri i tij Jared Kushner? Duhet kemi parasysh që rasti i zotit Rama me ambasadorin amerikan do të jetë një dështim, jo në sy të shqiptarëve, po një dështim në raport të asaj që ne themi gjithmonë komunikimeve diplomatike. Sigurisht që ju do të shikoni një ambasador në sy të shqiptarëve që do kënaqet të bëjë takime me të gjithë këta funksionarë shtetëror, duhet ta dini që sigurisht që ai do të bëjë disa takime, në rast se nuk e takon në Ramën publikisht, do të thotë që ka një mesazh të qartë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, por edhe nga linja Trump, po është e sigurt që zoti Rama është në një situatë jo mirë, sepse zoti Rama po përpiqet përmes dhëndrit të vajzës së Trumpit të tregohet sikur është një person i cili po përpiqet për familjen Trump, kur ndërkohë ju e dini shumë mirë, në vitin 2016 ai ka dalë në një televizion amerikan dhe ka thënë që zoti Trump është njëri i rrezikshëm, dhe në një intervistë zoti Baton Haxhiu ka thënë që përsëri nuk keq fjalë nga deklarimi dhe Trumpi është një person i rrezikshëm. Tani si ka mundësi një person që është i rrezikshëm bëhet një partner i rëndësishëm për zotin Rama dhe Shqipërinë, mbetet për të parë, por e vërteta është që ambasadori i ri amerikan do t'i tregojë zotit Rama atë që ne themi mesazhin e qartë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, por edhe nga familja Trump. Por e vërteta është që familja Trump nuk është përfshirë në aspektin politik, por në aspektin financiar. Rama e përdor këtë gjë për të përfituar, por e vërteta është që ky ambasador do vi të bëjë një lojë tjetër të rëndësishëm që unë mendoj. Do t'i thotë Ramës këtej, Berishës andej, ti tjetrit rrugën gjeje vetë se s'na them unë, dhe në fund fare ambasadori i ri amerikan fillimisht do duket i sert diplomat, por edhe dashamirës ndaj klasës politike aktuale, me mesazhe që do i godasi, do i lavdroj, do i fërkoj pak në aspektin asaj themi mirësjelljes, por në muajin e parë sigurisht do të shkon një ambasador shumë serioz në punën e tij. Ajo që mua më frikson është muaji i dytë dhe i tretë, sepse aty do kuptojmë në rast se ky ambasador do të ketë pothuajse në detyrën e tij të i thotë zotit Rama që është momenti i largimit, por largimi nuk do të ndodhi kurrë si në mënyrë publike, do të ndodhi private, pra në rrugë diplomatike, por sigurisht është që ai ambasador mund të i rezervojë Ramës dhe një goditje shumë të rëndë se kaq,
por mbetet për të parë se si do të interpretohet goditja dhe se si do bëhet lajmi i fundit për rastin e ambasadorit të ri kundrejt zotit Rama dhe zotit Berisha, sepse do të kenë parasysh që të dy bashkë do të kenë një konflikt me ambasadorin. Avokat, çfarë bën Amerika në këtë rast? Çfarë bën institucionet amerikane ku Edi Rama rezulton i përfshirë në dosjen e Charles McGonigal, ish agjenti të kundërzbulimit të FBI-s. Dhe nga ana tjetër ka dyshime për lidhjet e tij me kartelin Sinaloa, ku një nga eksponentët e këtij karteli, pra që kishte lidhje më saktë me këtë kartel, Luftar Hysaj, u shpall në sanksione nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast, institucionet amerikane nuk e lidhin emrin e Edi Ramës me gjitha këto ngjarje dhe ndërkohë ai arrin sa të shkojë deri aty edhe deri në Washington të marrë pjesë në bordin e paqes dhe ndërkohë të ftoj edhe vajzën e presidentit amerikan Donald Trump dhe dhëndrin e tij që të investojnë në Shqipëri. Pra çfarë nuk shkon në këtë rast? Duhet të keni parasysh diçka që është shumë e rëndësishme për ta rifiksuar tek ju dhe ta vendosim në atë që ne themi në vëmendje të çdo qytetari që të kuptojë që një pushtet disa vjeçar nuk rrezohet dot sepse vjen dikush dhe thot një deklaratë, por ai rrezohet gjithmonë kur ka një bashkëpunim dhe një koherencë të bashkëpunimit për të rrezuar zotin Rama për shkak të skandaleve të ndryshme që kanë goditur dhe interesin kombëtar. Pra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës fillimisht. Mos harroni edhe një fakt tjetër që heqja e non gratës së zotit Berisha në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet qartë që kjo pothuajse heqje non gratë të zotit Berisha është për një interes kombëtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që brenda këtyre fjalive fshihet partneriteti që do të ndërtojë tani tutje Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Partinë Demokratike dhe aktualisht kryetarin e saj, por në ana tjetër duhet keni parasysh që edhe vetë institucionet amerikane janë shumë serioze në aspektin e hetimit dhe zbardhjes së vërtetës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë kurrësi që një kryeministër si i Shqipërisë që mund të jetë përfshirë në disa afera të ndryshme korruptive apo të disa inskenime të ndryshme për të goditur liderët e opozitës, sigurisht që nuk kuptojnë qartazi një hetim dhe një disiplinë ose më mirë një ndëshkim diplomatik, sepse ka dhe në aspektin penal disa konvertime të aspekt diplomatik që një kryeministër duhet të goditet në krye të detyrës. Por duhet të keni parasysh që pushteti është një ndër format më të rëndësishme që prish partneritetin në NATO, sigurisht që çdo gjë që do të mund të ndodhë në të ardhmen me zotin Rama, i cili mund të jetë i përfshirë në këto akuza që ju përmendën përpara, sigurisht do të na bëjnë ne që të mendojmë për veprime ekstreme, por kurse si amerikanët mund të përdorin një mekanizëm ekstremi për të arritur qëllimin. Çdo gjë do ta bëjnë me një mundësi për shembull reaguese, diplomatike, private, por në fund fare publike për sa i përket mënyrës se si do të shpërthej dosja. Keni parasysh që dosja është në epiqendër të vëmendjes, por unë mendoj se ajo dosje dhe shumë dosje të tjera do të shpërthejnë kundrejt zotit Rama, sepse ka prova, ose më mirë, fakte që vërtetojnë që zoti Rama ka bërë takime. Tani, a kanë qenë në përmbajtjen e këtyre takimeve elemente penale apo element tradhtie sipas ligjit amerikan, kjo nuk mund ta di sepse të kërkon një urim më të thelluara për sa i përket legjislacionit amerikan, por ajo që di është që ato që zoti Rama ka pranuar publikisht janë fakte të cilat botërisht dihen dhe mbetet për të provuar nga një gjykatë amerikane që në fund fare, pse jo, mos të bëjë një hetim të qartë zoti Rama që në fund fare të shplahet nga çdo lloj akuze publike që mund të i ngarkohet atij, si rasti me Gonigal apo rastet e këtij karteli që ju thatë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Shtetet Latine.
Avokat, dhe i pyetje fundit, nëse Edi Rama jep dorëheqjen dhe praktikisht vendos të largohet nga politika, si mendoni, cili do të jetë fati i tij dhe sa shanse ka që SPAK-u ta godas në gjithë ato që ka bërë për gjatë 13 viteve qeverisje? Zoti Rama nuk largohet nga politika, Zoti Rama do të qëndrojë në politikë. A ju mund të pyesni në rast se Zoti Rama ekstradohet në Amerikë, a do të qëndrojë në politikën shqiptare këtu? Po, që nuk do jetë dot, se do jetë ekstraduar. Po në rast se ju thoni ju mendoni se nëse jep dorëheqjen largohet nga politika, do ta ekstradojnë në Amerikë? Po ashtu mendoj unë, sepse në rastin e flasim atë temë që ju thatë më parë për dosje, edhe ka dosje, aju me largim nga politika, sigurisht që ai do psohet. Do të keni parasysh diçka dhe t'ia them qytetarëve ta kuptojnë vazhdimisht të gjë, sepse politika sigurisht që ka përgjegjësi, edhe ka detyra dhe ka sigurisht atë që ne themi influencë, por në rast se ti përpara drejtësisë je i dobët politikisht, që pra ke qenë ose je pjesë e politikbërjes në kuptimin e vendimarrjeve, në kuptimin e asaj që ne themi komunikimeve të pakteve politike, pra PSPD, partitë të tjera, kur drejtësia ty të shikon të dobët, sigurisht që me ty do merret. Pse? Se ke ikur nga pushteti, pra nuk je më i fortë kundrejt kësaj drejtësie, sepse është drejtësia dhe shteti ka një kuptim vazhdueshmërie, pra janë të pandërprera, nuk ndërprehen. Kurse pushteti tek individi ndërpritet, sepse pushteti është në kohë, individi që është në karrike. Ikën individi nga karrika, shuhet ajo çfarë ka në pushtet, se nuk e komandon dot shteti nëpërmjet pushtetit. Prandaj ka një filozofi tjetër që duhet kuptuar. Pra, Zoti Rama në rast se ikën nga politika, sigurisht asgjësohet politikisht, por merret si një pothuajse triumf të drejtësisë që do ta bëjë dhe atë si një statistikë radhës për të adresuar tek ai gabimet politike duke ia konvertuar në aspektin penal. A do të ikë Rama nga politika shqiptare? Unë dyshoj, edhe sikur mos jetë kryeministër, dyshoj se do iki, sepse Zoti Rama ka në planin e tij të parcelizojë Partinë Socialiste. Pra, Rama shan Berishën, por Rama është njësoj si Berisha. Pra, Rama më thotë të iki të zhduket Berisha, por Rama kurse si nuk pranon që Berisha të iki dhe të zhduket nga politika, sepse Rama kopjon Berishën. Pra, po të shikoni mënyrën se si Rama ka vepruar në aspektin politik, juridik, në të gjitha format, Rama është pothuajse një copy-paste, një gjë e njëjtë me Sali Berishën. Prandaj Rama bëri gjithë këtë luftë jo për të marrë shtetin, por për të marrë pushtetin, për të goditur grupet e brendshme në Partinë Socialiste që kurse si mos të lejë politikën dhe të jetë i fortë kundrejt çdo hetimi të mundshëm dhe procedimi ndaj tij dhe familjes së tij. Prandaj them që edhe sikur Zoti Rama të japi dorëheqje dhe të shkojmë në një qeveri teknike, në aspektin ligjor dhe teknik dhe matematik, gjithmonë brenda kësaj legjislacioni, brenda kësaj legjislature që jemi, sigurisht që Zoti Rama ka shifrat, ka numrat dhe do jetë në truezën e bashkëbisedimit dhe për një qeveri teknike apo një qeveri kalimtare. Por Zoti Rama do të keni parasysh që do punojë vazhdimisht për të qëndruar në jetën politike shqiptare. A ka faktorë të tjerë të cilët e ndalojnë Zotin Rama për të ushtruar ato të drejtat e tij është një diskutim tjetër, por me kaq shumë procedime penale që ka ndaj bashkëpunëtorëve, aleatët të Zotit Rama, unë mendoj se Zoti Rama ka një histori të hidhur në aspektin politik dhe njerëzor të tij, sepse sigurisht që një nga personat që ai ka trajtuar do ta godasin në aspektin gjithmonë asaj që ne themi të nderit, të dinjitetit, të reputacionit, sepse pikërisht sakrificat që unë bëra për Partinë Socialiste dhe për ty, ti nuk më vlerësove dhe prandaj Zoti Rama do goditet nga vetë grupën që i ka hapur vetë tjerëve dhe në fund fare do bie vetë ai. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë falenderoj për ftesën.
Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.